është i bazuar në 3 shtylla kryesore, duke i marrë parasysh edhe tjerat, po që e kemi parën sigurinë, dytën energjetikën, tretën zhvillimin ekonomik. Duke u bazuar në sigurinë, fatmirësisht kam qenë që nga fillimi i transformimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës në trupat mbrojtëse të Kosovës, kam përcjellë si deputet transformimin dhe ndryshimet që ka ndodhur në forcën e sigurisë Kosovës, duke u krijuar edhe në ushtrisë Kosovës si kryetari i Komisionit për Siguri që kam qenë në Parlamentin e Kosovës. Rishikimi i strategjisë së sektorit të sigurisë ka qenë një prej elementeve të cilat kemi punuar drejt për drejt me dirin amerikan, me cilin e kemi përgadit që në fazën 10 vjeçare, Forca e Sigurisë Kosovës të kompletohet me strukturën e saj, të furnizohet me armatimin më modern domosdoshëm dhe kompletimin për të siguruar Kosovën si territor, po për qenë gatshëm edhe për misionet e jashtme, ashtu siç ka ndodhur tani dërgimi i një njësie e cila tani veç monitoron në Gaza. Kjo mënyrë e angazhimit ton ka shkuar absolutisht në partneritet me NATO-n, duke u prirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtë gjithmonë duhet ta kemi parasysh sepse Kosova është liruar në vullnetin e popullit Kosovës, bijve e bijave më të mirë, krijimi i institucioneve ka vazhduar po ashtu me bashkësinë ndërkombëtare në krijimin e institucioneve të sigurisë, duke pas parasysh policinë, AKI-n, Agjencinë e Emergjencave dhe të gjitha mekanizmat të cilët janë sot në Kosovë.